Jemi bashkë në transmetim të drejt për drejt në rubrikën Opinion. Do të flasim për Bukureshtin, për Rumaninë, për protestat që prej 8 ditësh po ndodhin atje. Me mua në studio është politologu, pedagog në Universitetin e New Yorkut, Ilir Kalemaj. Ilir, përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Do të themi me njëherë në bisedë bashkë, por fillimisht ndjekim disa pamje të protestave që sa kanë ardhur janë bërë më intensive. Regjia na mundson pamjet ja tek janë pra. Janë mira njerëz që kanë dalë në rrugët e kryeqytetit për të protestuar kundër vendimeve të fundit të qeverisë dhe për të kërkuar dorëheqjen e saj. Në fakt janë protesta që kanë tërhequr shumë vëmendjen e mbar Europës, mbar botës për nga mënyra se si janë organizuar një zëri në unison pra njerëzit. Për këtë do të flasim dhe do të komentojmë së bashku me Ilirin në këto çaste. Ne ndojshim këto pamje, Ilir, është dita e 8 e protestave, si të është dukur rezultati deri tani? Natyrisht kur shep pamje të tilla në sheshin e Fitores, kështu quhet sheshi ku protestat janë duke marrë jetë, natyrisht që entuziazmohesh për sa i përket faktit që demokracia është kaq vibrante, ku njerëzit çohen për të kërkuar të drejtën e tyre, në një farë mënyrë të drejtën e tyre për të pasur një shtetës së drejtës, për të pasur një demokraci funksionale, një vend që është antar i BE-s, por që ka vuajtur për një kohë të gjatë nga plagët e korrupsionit. Rumania ka qenë një nga vendet problematike për sa i përket korrupsionit, bashkë me Bullgarinë. Kjo është arsyeja pse ju shty antarësimi nga 2004 në 2007, dhe madje edhe në 2007 pati mjaft kritik brenda vendeve të Bashkimit Evropian, të Brukselit, që nuk donin t'u jepnin antarësim rumunëve dhe bullgarëve, pikërisht për shkak, sidomos rumunëve, për shkak të korrupsionit. Në rastin e Bullgarisë më shumë problem ishin ato reaktorët të pozicionuar aty. Dhe ku jemi sot, jemi gati një dekadë pas antarësimit të Rumanisë në BE. Rumania ka bërë mjaft hapa përpara. Mos të harrojmë që ka pasur ka qenë ndërpara të vende që bëri reformën drejtësi për sa i përket vendeve ish lindore, të themi të Europës lindore, dhe madje shumë funksionar të lartë, ministra, deputet, madje edhe një ish kryeministër u dërguan pas ekurave për akuzat për korrupsion, por nga ana tjetër janë vënë re dhe shenja që janë goditur politikisht persona të caktuar, shenja arbitrariteti, për shembull sipas gazetës The Guardian, shenja arbitrariteti në implementimin e ligjit, për shembull Rumania, dhe për kuriozitet të teleshikuesve, njëna nenet apo aktet në ligjore absurde ishte që për sa kohë të burgosurit do shkruanin diçka, një libër për shembull, apo një studim, ata mund të konvertonin kohën e burgut me detyrim paraqitje, dhe shumë prej ish politikanëve rumun dolën shkrimtar, dolën studius, dolën akademik, sepse të tjerë u shkruanin, ata që quhen ghost writers, pra autor fantazm, u shkruanin librat, këta dorëzonin publikimet, dhe kjo çeni një lloj inflacioni të paparë të publikimeve në rastin rumun, ndërkohë që këta vetë merrnin shkurtim të kohës qëndrimit në burg, dhe mbi të gjitha këta riktheshin në politikë. Kanë qenë disa raste flagrante, për shembull të kryetarëve të bashkive, apo pra dekriminalizimi, megjithëse ishte një metodë e mirë për ta pastruar, filtruar, purifikuar politikën rumune, nga ana tjetër nuk u zbatua siç duhej, pati arbitraritet, pati selektivitet, dhe kjo është dhe një këmban alarmi dhe për Shqipërinë, apo jo, duke qenë se jemi në momentet e reformës drejtësi, dhe nga ana tjetër tashmë u bë një tentativë nga qeveria aktuale socialiste në detyrë për të bërë të mundur, sepse ata kanë një kryeministër të dënuar e tjerë, që për një numër caktuar muajsh apo vitesh, këta të liroheshin nga akuzat, pra mos kryenin qëndrim në burg, dhe kjo gjë e revoltoi, si thuash, pjesën tjetër të elektoratit, sepse këta panë si një mundësi që këta të riktheshin në politikë, të kapnin përsëri pushtetin politik dhe të vazhdonin të parazitonin. Pikërisht këtu qëndrojmë pak. Çfarë parashikonte ky dekret i qeverisë Bukureshtit dhe kush përfitonte nga ky dekret? Pikërisht kjo ju jep të mundësinë një pjesë të zgjedhura, duhet thënë që ka pasi palë zgjedhje në Rumani, dhe pati ende nuk kemi një krizë, si thua, të qeverisë aktuale, sepse para se të zgjidhej qeveria aktuale, e cila i është nështruar një votbesimi të mërkurën, dhe një tjetër votbesim është kërkuar, e kaloi herën e fundit, ka pasur një krizë tranzicionale për shkak se ai që duhet të ishte kryeministri normal i qeverisë socialiste, kryetarët socialistë të cilët e fituan zgjedhjet, ishte një person i dënuar me burg më parë.
Për këtë arsye ai arriti ose propozoi, tentoi një femër myslimane, e cila do ishte rasti i parë në Rumani, që të kishin dhe presidentin edhe kryeministrin nga pakicat. Presidenti është pakic gjermane, po është edhe protestant, ndërkohë që bëj fjalë për një me origjinë turke, që është një minoritet i vogël në Rumani, dhe myslimane. Por kjo ishte krau i djathtë i kryeministrit apo më saktë kryetari i Partisë Socialiste atje, i cili nëpërmjet saj do arrinte të kontrollonte pushtetin politik në Rumani. Megjithëse kjo u pasi revolucionare për sa i përket figurës në fjalë, e cila ishte në fakt dytësore në skakjerën politike rumune, kjo u hodh poshtë, mendoj me të drejtë nga presidenti i vendit, sepse ishte më tepër një lloj makinacioni për të kapur pushtetin politik nëpërmjet njeriu të bindur, sesa një mënyrë për të pastruar, purifikuar, që ishte edhe qëllimi i reformës drejtësi, vetë politikën rumune. Në këto 8 ditë të protestës, unë thash edhe në fillim të transmetimit që ka tërhequr mjaft vëmendjen kjo protestë. Protestat në Bukuresht, vëmendjen e ndërkombëtarëve janë vlerësuar si tilla, por çfarë do të thotë kjo për demokracinë e Rumanisë në një kohë që Rumania është mjaft e prekur nga korrupsioni? Rumania është një vend shumë i prekur nga korrupsioni. Brazili është një vend tjetër shumë i prekur nga korrupsioni. Mos të harrojmë që në Brazil para rreth 6 muajsh kishim një presidente e cila dikur ka qenë mjaft popullore, e cila zvendësonte një president po aq popullor në krye detyrës, Dilma Rousseff, dhe u çuan mbi 500.000 vetë në shesh, 200.000 janë në Rumani sot në shesh, të cilët detyruan në rastin konkret, në 2 rastet, dorëheqjen pra të presidentes Brazilit, impeachmentin e saj, pra ajo u detyrua të hiqte dorë nga posti presidentes dhe u zvendësua. Pse? Sepse në popujt të cilët kanë qenë të lodhur nga korrupsioni, Shqipëria është natyrisht një nga këta shembuj, ashtu si kundër janë një pjesë e mirë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, njerëzit kërkojnë ndryshim, njerëzit kërkojnë jo thjesht ndryshim figurash, jo thjesht freski që ikin një palë dhe vin një palë tjetër, po kërkojnë garanci për një sistem i cili do të jetë vërtet me duart pastra, i cili natyrisht do i shërbejë qytetarëve, i cili natyrisht do të jetë transparent, ku politikanët mos përfundojnë të jenë njerëzit më të pasur në vend, apo të kenë pasuri të akumuluar në parajsat fiskale jashtë vendit, por të jenë persona të përgjegjshëm, të jenë persona të cilët e meritojnë atë post publik, kanë pasur një shërbes publike në profesionet e tyre nderuara dhe vinë në politik, hynë në politik për të sjellë këtë pikërisht të ndryshim. Dhe kjo mendoj që është lodhje nga gjithë kjo retorik, fakti që për shembull në rastin e Rumanisë ne shumë shpejt në Shqipëri do kemi të njëjtin realitet. Njerëzit kanë dëgjuar shpesh që Bashkimi Evropian do na zgjidhë gjithë problemet që ne kemi, na zgjidh problemin e punësimit, si më majtë, na zgjidh problemin e pronës, do na zgjidh problemin e gjyqësorit. Në fakt ajo që ka ndodhur, Rumania është një vend i BE-s dhe nuk i ka zgjidhur këto probleme. Shumë nga problemet kanë për të persistuar dhe një pjesë e problemeve kanë për të mahisur, siç thot populli, pikërisht për shkak sepse Bashkimi Evropian nuk kupton hyrjen apo pranimin e disa standardeve paraprake për të bërë antar i denjiti. Fjala bie, nëse Shqipëria do të hynte nesër me dorë magjike të Brukselit në Bashkimin Evropian, ne nuk do ishim gati. Si mund të jemi gati ne me ferma që shkojnë te 1.2 ha për familje, hektar, ndërkohë që fermat në Bashkimin Evropian janë 40 hektar, etj. Jo, por këto kanë të bëjnë shumë me sistemin, sepse ne kemi këtë problem të tokës sot, i cili është bërë shumë herë më problematik në vendimet e padrejta gjyqësore, që e kanë marrë një tokë dhe ja kanë dhënë dikujt tjetër, që e kanë marrë një pronë dhe ja kanë dhënë dikujt tjetër, që kanë marrë një apartament apo një trull dhe ja kanë dhënë dikujt tjetër, apo kanë mbivendosur pronar. Në mbivendosje pronarëve ka çuar në gjakmarrje, mbivendosje pronarëve ka çuar në rrugë të gjata gjyqësore, pra problemet janë të ndërlidhura. Dhe kur këto nuk janë zgjidhur në Rumani, pra 10 vjet pas hyrjes së Bashkimit Evropian, si mund të pretendojmë ne që do zgjidhet Shqipëria me hyrjen në BE? Ndërkohë që në ekran e shoqërojnë pamjet, jemi në kushtet që qeveria rumune ka vendosur ta tërheq ligjin që zbe masat për zyrtarët e korruptuar. Çfarë do të thotë kjo? Që po njësohet qeveria, po dëgjon zërin e qytetarëve, apo ka një frikë i trëmbet për shkallëzimit të situatës? Natyrisht, qeveria ati ka reflektuar, u dha dorëheqja e ministrit drejtësisë më parë, kërkohet dorëheqja e kryeministrit. Kryeministri, siç e thash, i ka mbijetuar një mocion i mosbesimi, pritet të ketë përsëri një mocion i kërkuar, por më tepër se përtej aritmetikës
elektorale, pra do imbjetoj qeveria, por nuk do imbjetoj numrave, sepse numrat në fundit janë mishërimi i forcave dhe balancës reciproke të pushtetit, por ndryshe do ketë zgjedhjet parakoshme. Ne na vlen mesazhet që na vinë në Rumani, nuk na vlen rasti rumun në vetvete, sepse vetë bota sot është duke ndryshuar me ritme shumë shpejta për sa i përket skakierës gjeopolitike, për sa i përket raportit forcave, për sa i përket marrëdhënieve tregtare. Pra ne duhet marrim atë që ne na vlen, pra në rastin shqiptar, atë që ne kuptojmë. Nga ky shembull jo thjesht edhe vetëm çfarë ndodh të Rumanisë. Ajo që po ndodh të Rumani sot ndodh gjithandej nëpër botë, madje ndoshta në mënyrë më dramatike se rasti rumun. Po te rasti rumun na bën përshtypje fakti që ata kanë një problem me korrupsionin, që ata kanë një problem me sistemin e drejtësisë, që ata kanë një problem me politizimin dhe ndërhyrjet politike dhe natyrisht njerëzit janë çuar pikërisht për të kundërshtuar këtë gjë. Po, dhe në vijim të kësaj unë dua t'ju pyes, a janë protestat në Rumani për të marrë shembull për vendet e rajonit, fokusohemi tek rajoni ku korrupsioni është mjaft i lartë. Ju thatë pak më parë që i njëjti realitet do të ndodhe në Shqipëri. Çfarë thotë kjo? Unë nuk mendoj kurrë se mund të ndodhë një gjë e tillë. Po jo, në Shqipëri absolutisht që mund të ndodhë dhe do ndodhë. Ju keni drejtë sepse në Shqipëri njerëzit nuk paraçohen për problemet të korrupsionit apo për çështjet jetike. Për shembull, shqiptarët diskutojnë sot në 2017, ndoshta duket normale sepse mi mësua se punë Bretkosës kur i rrit gradacionin e ujit, që ikin dritat, ikin ujë, për shembull, problemet të cilat ne i hasnim në 91-shin, i hasim sot në 2017. Pra shqiptarët kanë shumë probleme të përditshmes, kanë probleme me sistemin gjyqësor, nuk ka shqiptar që të jetë përplasur dhe të ketë dalë i kënaqur apo i fituar. Flasim shqiptar pa peshë politike, flasim shqiptar i cili nuk ka influencuar apo nuk ka vënë kapital në rrugë perfide. Pra të gjitha këto frustrime që kanë shqiptarët, ndoshta deri tani nuk janë mobilizuar në një mënyrë të tillë për tu reflektuar në shesh, pra që të ketë një lloj masiviteti të tillë që të detyrojë një qeveri. Po protesta ka pasur, kanë qenë protesta në Anoik për shembull, apo kanë qenë protestat në kohë të ndryshme. Asnjëherë kaq masive, dhe po flasim për Shqipërinë, ndërkohë që absolutisht po numrat çështja e numrave është shumë e rëndësishme, domethënë po është dhe shumë e diskutueshme. Mund t'ju përmend një rast. Në Rusi ne dimë që është një sistem autoritar mjaft i fortë. Etj. Dhe kushdo që ka qenë kundërshtar politik apo ka tentuar të jetë i presidentit aktual Putin, është përmballur në një mënyrë ose në një tjetër me përsekutim politik, me burg, shpeshherë dhe vrasje politike kështu me radhë. Është një rast i një personi, Aleksej Navalny, i cili është ndoshta ndër të vetmit që megjithëse është dënuar, megjithëse ka kaluar kalvare gjyqësore, përsëri është jashtë burgut sot e kësaj dite. Dhe pse ndodhi kjo? Ndodhi sepse në një moment caktuar ku ai u arrestua 20.000 vet, jo më shumë, në gjithë ato Rusi të madhe, që ka 120 milion banor, u çuan dhe dolën shesh në mënyrë të paorganizuar. Dhe vetëm për shkak se ai pushtet pa 20.000 vet në shesh, pra nuk është çështje numrash, që dorën 200.000 në Rumani dhe do dalin 70.000 në Shqipëri apo 100.000, mjaftojnë 2.000 vet, mjaftojnë 3.000, të cilët kanë një vullnet për ndryshuar gjërat dhe ndryshimi vjen sepse pushtetet trëmben jo nga pesha numerike, por trëmben nga forca ideore që i përbashkon këta njerëz për të kërkuar ndryshim për të mirën e fëmijëve të tyre, për të kërkuar cilësi në arsim, për të kërkuar cilësi në strehim, për të kërkuar më shumë punë në një popullsi që kemi 50% të rinj, dhe të cilët në pjesën më të madhe të Shqipërisë nuk kanë asnjë lloj mundësie, jo punësimi, po as rekreacioni, nuk kanë as mundësi të kenë një qendër kulture, të kenë një qendër arti, të kenë diçka tjetër përveç atyre kafeneve apo lotosporteve të mbushura me ato tymin e përzhitës, ku ata të kultivojnë vërtet një mendim ndryshe, ku ata të kenë vërtet mundësi ta gëzojnë jetën e tyre në komunitetet ku janë. Shqipëria në këtë pikë është e përbashkët dhe ka mjaft veçanti me vendet të përbashkëta me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pra kemi papunësi dhe të Europës jugore. Kemi papunësitë të rinjtë e cila është dramatike, është 40-50%. Dhe ne kemi popullsi të re, kështu që gjithë kjo është një valvur, një tenxhere me presion, e cila në një mënyrë ose një tjetër do shpërtej dhe mënyra më e mirë është që të ketë protesta masive, të ketë mobilizime të tilla, të cilat nxiten pse jo dhe nga parti politika, apo shërbejnë si katalizator, në mënyrë që njerëzit të kërkojnë ndryshimin jo thjesht të hiqet një person dhe të vendoset një tjetër, për shembull ndryshime ministrash apo tjerë, po të ketë një ndryshim më rrënjësor të vetë sistemit politik në Shqipëri. Pra të hyjnë figura të reja, meritokratike, të cilët kanë transparencën, kanë aftësinë, kanë profesionalizmin, kanë integritetin, kanë dëshmërinë për ta kryer atë detyrë sa më mirë. Shkëputur nga Shqipëria, por duke qëndruar në Rumani, nuk janë të kënaqur qytetarët, sigurisht tashmë ata kërkojnë dorëheqjen apo rënien e kësaj qeverie. Çfarë do të thotë kjo kërkesë? Pra, një grup shumë i madh mira qytetarë që kërkojnë të njëjtën gjë, dorëheqjen e kësaj qeverie apo rënien e kësaj qeverie. Po siç e thash, kjo gjë do të thotë që qeveria duhet të reflektojë.
Sepse në momentet që ne krahasojmë bëm krahasimet me Shqipërinë, asnjëherë në Shqipëri nuk ka ndodhur përveç protestave politike janë ato që kërkojnë rënien e qeverisë dhe qytetarët janë ata që bashkohen. E kisha më tepër tek pjesa që janë vetë qytetarët që kërkojnë këtë gjë. Nuk është e përfshirë politika as pak, por janë vetë ata me një sër çështje që janë pakënaqur. Politika absolutisht që qytetarët janë, por në çdo vend dhe në çdo kohë qytetarët vetë nuk mund të, pra çdo lloj proteste në historinë e njerëzimit, çdo lloj proteste që ndodh sot në botë, ka disa katalizator. Këta katalizator janë për shembull shoqëria civile. Këta katalizator janë partitë politike. Këta katalizator mund të jetë opozita e bashkuar. Katalizator mund të jetë media. Pra duhet të ketë një katalizator edhe kur organizohen protesta në rrjetet sociale, është dikush që i mbledh njerëzit apo i njofton për një takim të caktuar. Njerëzit nuk mund të vetë organizohen pa pritur një moment bukur dhe të dalin të gjithë bashkë në shesh pa patur një forcë e cila i theret këta. Pra kjo nuk ka të bëjë me politizim apo jo politizim. Kjo ka të bëjë me rolin e faktorëve dhe vektorëve në një shoqëri. Në Shqipëri, për shembull, shoqëria civile është atrofizuar. Ne mund të kemi 2300 OJF, po pjesa më e madhe e tyre ekzistojnë vetëm në letë dhe një pjesë e tyre shërbejnë vetëm për të thithur fonde dhe për të ndërtuar vila private dhe për të bërë workshope luksoze në Rogne dhe Sheraton, por realisht ata nuk shërbejnë për të thirrur njerëzit, për të nxitur një ndryshim pozitiv në shoqëri dhe për të bërë të mundur të shërbejnë interesit publik, sepse në fund fundit prandaj quhen shoqëri jo fitimprurse, ndërkohë që janë vërtet shumë fitimprurse një pjesë e tyre. Kështu që njerëzit e kanë humbur besimin te ato dhe natyrisht kushdo forcë politike apo jo politike që i mobilizon njerëzit, që i nxit ata të protestojnë për drejtat e tyre, mendoj që është diçka shumë e mirëpritur. Ne po jetojmë në një Europë sot ku ka ndryshime tektonike shumë të fuqishme. Ndryshime që pan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndryshime që po shkohen gjithandej në vendet e Europës perëndimore, ku njerëzit janë të zhgënjur nga elitat, ku njerëzit janë të zhgënjur nga teknokratët, ku njerëzit janë të zhgënjur nga politikanët tradicional dhe ata kërkojnë ndryshim. Ndryshimi mund të jetë pozitiv apo negativ, kjo varet se kush vjen pastaj dhe kush e pason revolucionin, por ajo që është e rëndësishme është që njerëzit janë të lodhur me business as usual, pra biznes si zakonisht, dhe duan elita të reja të cilët kanë vizionin, kurajon, dëshirën, mundësinë për të tronditur ato establishmentin apo lidhjet e forta, nepotike, apo lidhjet e ngushta të sipërmarrjes politikës, medias e kështu me radhë, dhe për të ofruar një lloj freskie, për të ofruar politika publike në shërbim të qytetarëve. Të gjitha këto mesazhe që ne na vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Francë, nga Italia, në Austri, nga Hollanda, kudo nëpër Europë, në Greqi, në Itali, ne duhet natyrisht t'i përthithim, t'i marrim, t'i internalizojmë dhe natyrisht i bëjmë realitet pse jo edhe në Shqipëri, sepse njerëzit nuk mund të vazhdojnë të kenë të njëjtin politikë të vjetër dhe pas 18, në datën 18 shkurt, Partia Demokratike parashikon protesta, val protestash, pse jo frymzuar edhe nga Rumania, si parashikon këto protesta? Natyrisht protesta, duke qenë se është një datë simbolike, 18 shkurt për Partinë Demokratike, mendoj që janë një drejt absolute e opozitës, morale, po jo vetëm. Unë mendoj që megjithëse protesta do organizohet apo është thirrur nga Partia Demokratike si udhëheqësja e opozitës, mendoj që dhe shumë qytetarë të zhgënjur, të majt apo të djadh, njerëz me bindje apo pa bindje politike, të rinj të cilët nuk kanë apo nuk e shohin vetëm në Shqipëri dhe të cilët po shkojnë të emigrojnë rrugëve të Europës. Njerëz pa perspektivë, njerëz të cilët nuk po gjejnë veten në sistemin i cili është ndërtuar thellësisht mbi lidhje të forta nepotike, politike, militanteske, mendoj që kanë drejtën e tyre të dalin të protestojnë për të kërkuar një jetë më të mirë, më të dinjitetshme, një Shqipëri më europiane, më pranë Europës, një Shqipëri të lidhur fort me akset e saj veriatlantike, dhe kjo aspirat natyrisht ka të bëjë absolutisht dhe me numrat, sepse prezenca numerike është një tregues i qëndrueshmërisë dhe i forcës së opozitës në rastin konkret, dhe jo vetëm, por është edhe një mënyrë për të treguar cilësisht që ka njerëz të pakënaqur me këtë realitet ku jetojmë dhe që duan ta ndryshojnë këtë realitet. Sepse ndryshe bjem në fatalizëm, edhe thjesht ankohemi dër ditën, ballkanasit e kanë sport këtë, në kafe shop apo në internet, por problemi është për të ofruar një alternativë të ndryshme, një alternativë të besueshme dhe që do sjellë prosperitet. Zoti Kalima, unë falenderoj që ishit me mua. Kënaqësi.
Ishim në rubrikën Opinion, folëm për protestat në Rumani, të cilat janë në ditën e 8 sot që zhvillohen, ka patur për shkallëzim, përsëri qytetarët nuk janë të kënaqur në atë çfarë ju thuhet më pas, pra çka reagohet nga ana e qeverisë, tashmë kërkojnë rënien e qeverisë së Bukureshtit. Shkëputemi nga ky transmetim i drejt për drejt.